Horoskopi javor, 22 deri 28, dhjetor 2025, dashi, këtë javë do të mendosh më shumë për qëllimet e tua afatgjata në karrierë, pasi fillon sezoni i bricjapit. Mund të nisësh projekte më të mëdha në punë ose të kërkosh mundësi të reja pune. Gjithashtu, mund të kuptosh më qartë se cilat angazhime në punë ja vlen të japin kohë dhe energji, ose mund të marrësh më shumë vëmendje për kontributin tënd në karrierë. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës së ujorit, mund të kesh mundësi të lidheni me miq ose të marrësh pjesë në një ngjarje grupore. Gjithashtu, mund të shkosh në një takim romantik ose të ndjesh që po forcohen marrëdhënie të caktuara me njerëzit e rëndësishëm për ty. Kjo javë është një kohë e mirë për të balancuar përparimin profesional me jetën sociale, duke përfituar nga çdo mundësi që të ndihmon të rritesh dhe të lidhesh me të tjerët. Vazhdojmë me Demin, këtë javë do të jesh i etur për të mësuar gjëra të reja dhe për të ndarë idetë e tua, ndërsa fillon sezoni i bricjapit. Mund të lexosh ose të hulumtosh një temë të re, ose mund të ndjesh dëshirën të regjistrohesh për një kurs të shkurtër ose një workshop. Gjithashtu, mund të jesh duke planifikuar një udhëtim ose të gjesh qetësi dhe energji pozitive përmes një praktikë shpirtërore. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës së ujorit, mund të jesh i zënë duke përfunduar projekte pune. Po ashtu, mund të reflektosh për atë që dëshiron të arrish në karrierën tënde në të ardhmen. Kjo është një javë e mirë për të kombinuar përparimin profesional me zhvillimin personal dhe shpirtëror, duke u përqendruar tek ajo që ka rëndësi për ty afatgjat. Binjakët, këtë javë do të jesh i përqendruar tek përmirësimi i vetes, ndërsa fillon sezoni i bricjapit. Mund të kesh dëshirë të shikosh brenda vetes, të identifikosh emocione që dëshiron të kuptosh më mirë ose zakone dhe modele që dëshiron t'i përmirësosh. Gjithashtu, mund të hapesh më shumë me një person të afërt, ose të merresh me shpenzime dhe pagesa të ndryshme. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës së ujorit, mund të kesh mundësi për të udhëtuar, ose të gjesh kohë për të lexuar, hulumtuar ose shkruar. Po ashtu, mund të ndihesh më i lidhur me praktikat shpirtërore dhe të gjesh qetësi në reflektimin e brendshëm. Kjo javë të inkurajon të rritesh emocionalisht dhe të përmirësosh lidhjet me të tjerët, duke mos lënë pas zhvillimin personal dhe shpirtëror. Vazhdojmë me Gaforen, këtë javë do të jesh i fokusuar tek marrëdhëniet e afërta, ndërsa fillon sezoni i bricjapit. Mund të kalosh më shumë kohë në takime romantike, të forcosh një marrëdhënie ekzistuese ose të shpenzosh kohë me një mik të mirë. Në punë, mund të kesh mundësi të krijosh partneritete të rëndësishme ose bashkëpunime. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës së ujorit, mund të ndihesh më i ndjeshëm emocionalisht ose të jesh i detyruar të përballesh me një çështje të pasgjidhur në marrëdhënie. Po ashtu, mund të jesh i zënë me pagesa ose të bësh një blerje të madhe. Ka mundësi të ndash financat me dikë tjetër ose të përfshihesh në planifikime të përbashkëta financiare. Kjo javë është një kohë për të ndërtuar marrëdhënie të forta dhe për të gjetur ekuilibrin mes përgjegjësive dhe lidhjeve personale. Luani, këtë javë do të kërkosh më shumë strukturë në rutinën tënde të përditshme, ndërsa fillon sezoni i bricjapit. Mund të jesh duke përfunduar projekte pune ose duke kryer detyra të ndryshme, por do të dëshirosh të gjesh një balans midis punës dhe pushimit. Gjithashtu, mund të ndihesh i motivuar të ushtrihesh rregullisht, të ushqehesh shëndetshëm ose të përballesh me ndonjë shqetësim shëndetësor që ke pasur. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës së ujorit, mund të ndihesh më i lidhur me partnerin ose një mik të mirë. Mund të bësh plane për të takuar njerëz ose të kërkosh këshilla nga dikush që i beson. Kjo javë të inkurajon të krijosh ekuilibrin mes përgjegjësive dhe kujdesit për marrëdhëniet dhe shëndetin personal. Vazhdojmë me Virgjëreshën, këtë javë do të kërkosh aktivitete jashtë punës që të sjellin kënaqësi, ndërsa fillon sezoni i bricjapit. Mund të zbuloj një interes të ri krijues ose të provosh stile të ndryshme dhe mënyra të reja për të shprehur veten. Gjithashtu, mund të bësh një udhëtim, të takosh miq ose të marrësh pjesë në një ngjarje argëtuese. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës së ujorit, mund të jesh i fokusuar tek shëndeti yt,
të dëshirosh të ushtrihesh ose të gatuash për veten. Gjithashtu, mund të jesh i zënë duke kryer detyra të ndryshme dhe duke përfunduar punë të mbetura. Kjo javë është një kohë e mirë për të kombinuar kujdesin për veten, shëndetin dhe aktivitetet që të sjellin kënaqësi. Peshorja, këtë javë do të jesh i fokusuar tek aktivitetet në shtëpi dhe me familjen, ndërsa fillon sezoni i britsjapit. Mund të vizitosh familjen ose ata të vinë tek ti, ose mund të ketë një ngjarje të rëndësishme familjare. Gjithashtu, mund të jesh duke planifikuar një zhvendosje ose duke rregulluar dhe dekoruar shtëpinë, ose mund të duhet të mbrosh pozicionin tënd në marrëdhënie familjare. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës së ujorit, mund të përqendrohesh tek një hobi ose të gjesh mënyra të reja krijuese për të shprehur veten. Po ashtu, mund të planifikosh një aktivitet argëtues me miqt. Kjo javë të jep mundësi të kombinosh kohën me familjen dhe krijimtarinë personale. Vazhdojmë me akrepin, këtë javë do të jesh i zënë jashtë shtëpisë, ndërsa fillon sezoni i britsjapit. Mund të planifikosh një udhëtim të shkurtër, ose të eksplorosh oferta kulturore dhe ngjarje në qytetin tënd. Gjithashtu, mund të jesh duke përgatitur projekte që lidhen me komunikimin, si shkrime, prezantime ose përmbajtje për rrjetet sociale. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes ujorit, mund të jesh i zënë duke pastruar dhe organizuar shtëpinë ose duke vizituar familjen. Gjithsesi, mund të ndihesh nevoja për hapësirë personale ose të kesh ndjenja nostalgjie. Kjo javë të inkurajon të gjesh ekuilibrin midis angazhimeve dhe kohës për veten. Dhe tani, shigjetari, këtë javë do të ndihesh më mirë në punë, ndërsa fillon sezoni i britsjapit. Mund të kesh ide për projekte të reja pune që dëshiron t'i zhvillosh gjatë vitit të ri, ose mund të shndërrosh një hobi në biznes. Nëse je i vetpunësuar, mund të rrisësh tarifat ose të zgjerosh biznesin në disa mënyra. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes ujorit, mund të bësh një udhëtim të shkurtër ose të marrësh pjesë në një ngjarje në qytet. Gjithashtu, mund të merresh me projekte që lidhen me shkrim ose të folurit përpara publikun. Kjo javë të ndihmon të fokusohesh tek zhvillimi profesional dhe mundësitë e reja. Britsjapi, këtë javë mund të ndihesh sikur po nis një kapitull të ri, ndërsa fillon sezoni yt. Mund të kesh qëllime të reja që dëshiron t'i ndjekësh, ose mund të ndihesh më i sigurt për hapat e ardhshëm në jetën tënde. Mund të marrësh më shumë vëmendje ose të përgatitesh për të shpallur një projekt personal. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes ujorit, mund të bësh shpenzime për blerje të fundit ose të paguash llogari. Gjithashtu, mund të kesh ide për projekte pune ose për ndërtimin e biznesit tënd. Kjo javë është një kohë e mirë për të kombinuar rritjen personale me angazhimet profesionale. Vazhdojmë tani me ujorin, këtë javë do të kesh nevojë për pushim dhe ripërtëritje. Ndërsa fillon sezoni i britsjapit, mund të ndihesh me energji më të ulët ose thjesht të kesh dëshirë të kalosh kohë vetëm. Mund të angazhohesh më shumë në astrologji, meditim ose shkrim në ditar, dhe do të dëshirosh të ndihesh më i lidhur me vetveten dhe qëllimin më të madh në jetë. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes shenjës tënde, mund të reflektoni për ato qëllime që janë më të rëndësishme për ty, ose si mund të shfaqesh më shumë si vetvetja në karrierë, marrëdhënie dhe fusha të tjera të jetës. Kjo javë është një kohë për vetdijen dhe rritjen personale. Dhe tani shenja e fundit, peshqit, këtë javë do të ndihesh i mbështetur nga miqt. Ndërsa fillon sezoni i britsjapit, mund të organizosh një ngjarje grupore ose të marrësh pjesë në angazhime sociale të ndryshme. Mund të rifillosh kontaktin me miq të vjetër ose të kesh dëshirë për takime romantike. Në fillim të javës, me hënën që kalon përmes ujorit, mund të dëshirosh të ngadalësosh aktivitetet sociale dhe të marrësh kohë për veten. Mund të ndihesh më i balancuar duke bërë ushtrime fizike, shkrime në ditar ose duke u kthyer te një praktikë shpirtërore, dhe shëndeti mendor mund të jetë një prioritet më i madh për ty.